Imi mëngjes, mua më pëlqen shumë kjo kënga e fundit do thotë ti Zot je shkëmbi im në kohë shqetësimesh. Edhe unë sot kam zgjedhur një nga psalmet që është vërtet sprov, është psalmi 63, nëse e keni mundësinë të hapni, është në faqen 568. Dhe do doja ta lexonim së bashku këtë psalm. Është më mirë? Okej. Edhe hapet shu, thot, shpirti im i etur kënaqet te Perëndia. O Perëndi, ti je Perëndia im. Unë të kërkoj në mëngjes. Shpirti im është i etur për ty. Ty të dëshiron mishi im në tokë dhe thatë, dhe të djegur pa ujë. Kështu të admirova në shenjtore, duke soditur forcën tënde dhe lavdin tënde. Me qënë se mirësia jote vlen më tepër se jeta, buzët e mia do të lëvdojnë. Kështu do të bekoj derisa të jetoj dhe në emrin tënd do të ngre duart e mia. Shpirti im do të ngopet, si të kishte ngrënë palës dhe dhjam, dhe goja ime do të lëvdoj me buzë të gëzuara. Të kujtoj në shtratin tim, të mendoj kur i zgjuar natën, duke qenë se ti ke qenë ndihma ime, unë këndoj tërgëzim në hijen e krahëve të tu. Shpirti im mbahet ngushtë tek ti, dora jote e djathtë më mban. Por ata që kërkojnë jetën time për të shkatruar, do të zbresin në pjesët më të ulta të tokës. Ata do të dorëzohen pushtetin të shpatës dhe do të bëhen prej çakejve. Por mbreti do të gëzohet te Perëndia. Kushdo që betohet për të, do të përlëvdohet, sepse goja e gënjeshtarëve do të detyrohet të mbyllet. Më pëlqen ky psalm, është një nga psalmet e më të preferuara, dhe unë e kam zgjedhur këtë sepse ky është më shumë flet për sprovat. Prandaj dhe kjo kënga e fundit më pëlqen. Ti Zot je shkëmbi im në kohë shqetësimesh. Sprovat e jetës zbulojnë se ne kush jemi, kur ne kemi sprova në jetë. Është e kollajshme kur barku është plot, kur xhepi ka lek, dhe kur gjithçka po ecën vaj që ne të lëvdojmë Zotin. Po është kollaj të ndjekësh Jezusin kur je në punë, edhe kur gjërat rrezikojnë familjen. Por kur fatkeqësia na godet, po kur smundja na ul poshtë, po kur skamja na shtrëngon, kur njerëzit na bëjnë keq si jemi, kur vijnë shtrëngimet në jetën tonë, reagimi ynë tregon nëse e duam Zotin në të vërtetë. Davidi këtu ka marrë një goditje të madhe. Absalomi, biri i tij, ka rebeluar ndaj tij dhe ka marrë gjithçka prej tij. Ai mund në çdo moment të godas Davidin dhe ta fshijë atë nga faqja e dheut. Pra, Psalmi 63 është vazhdimësia e asaj që lexojmë në Psalmet 3 dhe 4. Kur dhe vllau Willi ndavi Psalmin 4, mos gaboj. Ky psalm është shkruar sipas titullit në shkretë të tjerë në Judës, kur Davidi ishte në vështirësi. Tani, Davidi 2 herë ka qenë në vështirësi në shkretë të tjerë. Një herë nga mbreti Saul, edhe tani nga biri i tij Absalomi. Por pastaj kur ishte Absalomi ngriti kryen ndaj tij. Nga e dim ne se ishte në kohë kur Davidi shkroi këtë psalm, sepse ashtu thuhet në vargu 11 nëse e lexojmë. Por mbreti do të gëzohet te Perëndia, kushdo që betohet për të do të përlëvdohet, sepse goja e gënjeshtarëve do detyrohet të mbyllet. Ky psalm po na flet për situatën që Davidi kishte kur ai humbi gjithçka. Mbretërinë, gjithçka. Unë kam 5 pyetje për ju sot, që dalin nga ky psalmi 63. E së pari, a është Zoti Perëndia yt? Ai fillon me këto fjalë, me fjalë shumë të bukura. Ku thot, o Perëndi, ti je Perëndia im. A mund të thuash dhe ti të njëjtën gjë sot?
që Zoti është Perëndia yt? Që ti e njeh atë? Ke një lidhje tepër të ngushtë me Zotin. Shumë thonë, unë besoj tek Perëndia. Por sa prej nesh e njohim atë në të vërtetë? Davidi qëndron në mes të pikëllimit në ky psalm. Dhe rreziku, sepse ai ka një lidhje me Zotin, ai e njeh mirë Perëndin. Zoti është Perëndia e tij. Ne vetëm mund të qëndrojmë në sprovat tona, nëse e njohim Zotin në të vërtetë. Të njohësh Zotin, duhet të vim tek ai me anë të Jezus Krishtit. Sepse në Gjoni thot, unë jam udha e vërteta. Të njohësh Zotin, duhet të vim tek ai, sepse askush nuk vjen tek Ati, thot përsëri, veç nëpërmjet meje, thot Jezusi. Kur ti beson tek Jezusi dhe pendohesh për mëkatin tënd, ti mund ta njohësh vetë Zotin. Ti mund të thuash, o Perëndi, ti e Perëndia im. A është Zoti pra Perëndia yt? Kjo është për të reflektuar. Dhe së dyti, apo kërkon ti Zotin? Çfarë bër Davidi në mes të shkretirës në ky psalm? Çfarë kërkon ai? Ai nuk kërkon shpëtim nga situata. Ai nuk kërkon që të kthejë gjithçka që ai kishte humbur. Po të lexojmë imtësi. Ai nuk kërkon asgjë veç Zotit. Tek vargu 1 thotë: O Perëndi, ti je Perëndia im. Unë të kërkoj në mëngjes, shpirti im është jetur për ty, ty të dëshiron mishi në tokë të thatë dhe të djegur pa ujë. Ai nuk kërkon që të kthehet gjithçka që ai kishte humbur, tham. Sepse ai thot, unë të kërkoj në mëngjes. Vëmë re këtu se sa shumë kërkonte Davidi Perëndin në ky psalm. Shpirti i tij është i etur dhe mishi i tij dëshironte atë si një tokë të djegur pa ujë. Ai ishte i dëshpëruar për Perëndin. Imagjinoni një njeri në shkretë të tjerë, gjë e parë që mund të vijë, çfarë? S'të vjen për të ngrënë, për të pirë ujë. Në një tokë të thatë të djegur. Një njeri në shkretir, si thamë, kërkon ujë në bi gjithçka tjetër. Ai po vdes për ujin. Jeta e varet nga uji. A nuk jeton dot nëse nuk e gjen dot ujin? Jo. Kështu ishte Davidi për Perëndin. Ai kërkonte Zotin. Si një njeri që kërkon ujë në shkretë të tjerë, thotë. A mbahet ngushtë tek Zoti sipas vargu 8 ku na thuhet: Shpirti im mbahet ngushtë tek ti dhe dora jote e djathtë më mban. Kjo fjalë është përdorur edhe për Adamin dhe Evën që u bashkuan si burrë dhe grua tek Zanafilla. Ai lidhet ngushtë me Zotin dhe shikoj çfarë ndodh. Ai në mes shkretirës, më fali, i vetëm larg tabernakullit të Perëndis, përjeton Zotin. Ai sodit forcën dhe lavdinë e Perëndis. Vjen Perëndia te Davidi dhe zbulon veten e tij. Nevoja e Davidit ishte për të parë Zotin në fuqinë dhe lavdinë e tij. Ai kishte nevojë të dinte se Zoti ishte më i madh se armiqtë e tij dhe ishte më i lavdishëm se çdo pushtet që ishte kundër tij. Davidi i kërkoi Zotit me gjithë shpirt dhe Perëndia erdhi tek ai dhe i zbuloi veten e tij. A kërkon ti Zotin kur gjërat janë të vështirë në jetën tuaj? A kërkon një zgjidhje apo Zotin? A kërkon që plani ynë të realizohet apo Zotin? Apo kërkon ndihmën e njeriut apo Zotin? Kë po kërkojmë sot? A je duke kërkuar Zotin si një njeri në shkretë të tjerë? Çfarë i tha Zotit të internuarve në Babiloni? Do më kërkoni dhe do më gjeni, sepse më kërkoni me gjithë zemër. A kërkon ti Zotin me gjithë zemër sot? Apo a je duke kërkuar lek, sukses, apo diçka tjetër?
Dhe përsëri, apo kërkon ti Zotin? Dhe së treti, a e gjen kënaqësinë tënde në Zotin? Tek vargu 5, na thuhet përsëri, shpirti im do të ngopet si të kishte ngrënë palcë dhe dhjam dhe goja ime do të lëvdoj me buzë të gëzuara. Pra, thot, shpirti im do të ngopet si të kishte ngrënë palcë dhe dhjam. Palca dhe dhjami ishin pjesët më të zgjedhura të mishit në atë kohë. Ato ishin gjërat më luksoze të mundshme. Davidi thot që ai që do të ngopet me Zotin, si me palcë e dhjam, ai kërkon pra që të ngopet me Perëndin. Ku po kërkon ti kënaqësinë tënde? Në shoqëri, në familje, në argëtimet, në pasurit, apo në diçka tjetër? Çfarë je duke përdorur që të ngop shpirtin tënd? Nuk ka asgjë që mund të na ngop shpirtin përveç Zotit Jezus. Jezus i thot në Gjoni 6:35, unë jam buka e jetës. Ai që vjen tek unë nuk do të ketë uri, dhe ai që beson në mua nuk do të ketë kurrë etje. Ja, pra ku është kënaqësia më e madhe. Jezusi i tha gruas samaritane, kush pi ujë nga unë, është ai ujë që do t'i jap unë, nuk do të ketë më etje për jetë. Jezusi, pra, është i vetmi që të mund na shuaj etjen. Etjen e shpirtit tonë. Ai është i vetmi që mund të ngop zemrat tona. Çdo gjë tjetër mund të na kënaq për një çast, mund të jetë kalimtare, apo për një farë kohe, por vetëm Jezusi të ngop plotësisht dhe vazhdimisht. Vetëm Jezusi nuk zhgënjen. Ai është një burim që nuk shteron kurrë. Pavarësisht se në këtë thatësi se po e bëjmë, jemi shumë, por Jezusi është burimi më i madh, që kurrë nuk shteron. Davidi në mes shkretëtirës kërkonte kënaqësinë e tij në Zotin, po ti sot. Po ti sot me çfarë je duke provuar të ngopësh shpirtin tënd? A e gjen kënaqësinë tënde në Zotin? Dhe së katërti, a zgjedh ti të adhurosh Zotin? Zotin në gjithçka. Kur Davidi është në hall të madh, kur jeta e tij është në rrezik, kur ai ka humbur gjithçka çfarë bën, çfarë ndodh? Ai adhuron Perëndin. Ai nuk kërkonte Perëndin, më kthej mua tani pushtetin sepse jam në luftë me djalin tim. Por ai thot, unë të kërkoj ty. Mos ma fshi fytyrën tënde. Pra ai urdhëron më falni Perëndin. Ai bën një llogari tek vargu 3, po la lexojmë thot. Meqense mirësia jote vlen më tepër se jeta, buzët e mia do të lëvdojnë. Më tepër se jeta, më tepër se mbretëria, më tepër se pasuria, më tepër se gjithçka. Këtë kërkoi Davidi. Mirësia jote vlen më tepër se jeta, thot. Fjala që ai përdor mirësi është një fjalë e përdorur shpesh në Bibël, nëse e lexojmë. Ajo ka një sër kuptimesh, që do të thotë besnikëri, dashuri, mëshirë dhe mirësi. Pra mirësia e Zotit është te të gjitha këto gjëra. Davidi thotë se më mirë të njohësh mirësinë e Zotit se sa të kesh frymë jetën tokë. Më mirë të përjetosh dashurinë dhe besnikërinë dhe mëshirën e tij se sa të kesh jetë. Atë që Zoti jep është më çmuar se vetë jeta. Prandaj Davidi zgjedh të adhuroj Perëndin, sepse atë që Zoti i jep vlen më tepër se jeta. A e kuptoni që çfarë ne marrim nga Zoti është më çmuar se fryma që marrim? Zoti është më i çmuar, akoma dhe më shumë se ato që jep. Por a e ke kuptuar thellësisht për atë që jep Zoti vlen më shumë se jeta?
Tregohet një histori për Sokratin, ka e ka marrë nga Google-i. Ju e njojmë Sokratin, filozofin grek. Dhe një ditë një njeri po vrapon dhe mbrapa ti ishte dishepulli i tij, por Sokrati e ignoroi fare. Sokrati hyri në det dhe ky njeri hyri mbrapa duke thënë: "A mund të jem dishepulli yt?" Sokrati e mori, e zhyti poshtë ujit dhe e mbajti poshtë ujit për një kohë shumë të gjatë. Pastaj e nxori dhe tha: "Kur ti dëshiron të vërtetën aq sa do doje ajër, atëherë mund të jesh dishepulli im." Kur ti kupton që mirësia e Zotit vlen më tepër se jeta jote, atëherë mund të jesh dishepulli i Jezusit. Mirësia e Zotit vlen më tepër se jetë, kështu që duhet të adhurojmë Zotin. Edhe në fatkeqësi, edhe në skamje, edhe në smundje, edhe kur po na del fryma e fundit. Duhet të zgjedhim të adhurojmë, dhe jo të adhurojmë duke shtrënguar dhëmbët. Shikoni si adhuron Zotin Davidi. Ai ngre duart e tij tek vargu 4 dhe po lexojmë: "Kështu do të bekoj derisa të jetoj, dhe në emrin tënd do të ngre duart e mia." Si një shenjë adhurimi dhe lutja i lëvdon Zotin. Davidi ai ngre duart e tij, siç thamë. Ai lëvdon me buzë të gëzuara dhe në vargu 5 ai këndon tër gëzim. Po në vargun 7 asgjë të adhurosh Zotin kur ti je zhgënjur nga jeta, apo nga njerëzit, apo shoqëria, apo kur je i dëshpëruar, apo kur je i pikëlluar. Asgjë ti të adhurosh Zotin. Dhe së pesti, në çfarë je duke besuar sot ti? Shikoni sa besim ka Davidi. Ai thot se ata që kërkojnë jetën e tij zbresin në pjesët më të ulta të tokës. A do të shikojë armiqtë e tij të mposhten dhe ai do të shikojë të drejtët, ata që betohen për të shpërblehen? Ai besonte pra tek premtimet e Zotit. Në 2 Samueli 7, Zoti premtoi se froni i tij do të ishte për jetë dhe që emri i tij do të ishte i madh në përkombe. Davidi, edhe pse gjithçka ishte kundër tij, besonte në këto premtimet dhe ishte i qetë në mes të stuhisë. Ai është i sigurt që Perëndia do ta shpëtojë atë dhe do të shkatërrojë armiqtë e tij, më fali. Po ti, në çfarë beson? A je duke besuar tek vetja jote? Apo të njeri në jetën tënde? A je duke besuar në aftësitë e tua apo planet e tua? A je duke besuar tek forca jote apo zgjuarësia jote? Apo beson tek Zoti edhe tek premtimet e tij ndanesh? Shpesh ne kthehemi tek Zoti vetëm kur nuk kemi kush të shkojmë tjetër. Kthehemi tek Zoti. Ne duhet kemi besim tek premtimet e Zotit. Vetëm kur nuk kemi ku të shkojmë tjetër, ne duhet kemi besim tek premtimet. Pavarësisht se çfarë po na ndodh në jetë. Ne e dim fundin e kësaj historie. Absalomi u vra. Davidi ishte rivendosur si mbret dhe premtimet e Zotit ndaj Davidit u plotësuan. Prandaj le ti besojmë fjalës së Zotit. Dhe në çfarë Zoti na ka premtuar? Dhe pyetja përsëri është: në çfarë po beson ti sot? Kur je në hall, tregohet çfarë lloj besimi kemi në të vërtetë. Mendoni pra, më mbyll për këto pyetje që unë ju kam bërë, sepse janë çështje shumë të rëndësishme të kësaj jete. Doja ta mbyllja me një lutje. O Perëndi i shenjtë, të jemi minjos o Zot për fjalën tënde, të jemi minjos o Zot për hirin tënd. O Perëndi, na qëndro
afër dhe na mbush zemrat tona me frymën tënde të shenjtë. Na ripërtëri, o Zot, një besim të patundur, edhe në sprova, Perëndi, kur lëkundet. Ne duam që speranca jone e jetës të jetë tek ty, o Perëndi. Prandaj, Zot, na ndihmo të jemi, o Zot, të bashkuar, o Perëndi, edhe në sprova dhe në mundime, o Perëndi, sepse ti, o Zot, je burimi i ujit gjallë, sepse ti, o Zot, gjen strehë dhe qetësi, o Zot. Prandaj, Zot, me këto fjalë që tham, që kanë dalë nga goja jote, Perëndi, kërkojmë që të na mbushësh zemrat tona, na pastrosh jetën tona dhe të na mbash fort të shtrënguar në dorën tënde, që të jemi bërës së fjalës tënde. Të falenderoj, o Zot, për mundësinë që na jep të dëgjojmë për fjalën tënde. Falenderojmë, o Zot, për madhështinë që ti ke, për mënyrën që ti na zgjodhe nga kjo botë dhe na dhe një emër për mbi emër. Qofsh i bekuar në jetëve. Dhe lutemi gjithmonë në emrin tënd të shenjtë dhe në emrin tënd të fuqishëm, Zoti Jezus. Themi amen.